Lideri vetëvendosis Albin Kurti ka forcur një intervistë për Kosova Press rreth çështjes së presidentit të vendit. Ai nuk përjashton mundësinë praktike që të shkohet përsëri në zgjedhje nacionale në pranverë. Edhe nëse nuk arrim ta zgjedhim presidentin ose ta rizgjedhim presidentin, e afati i fundit për këtë gjë është 4 marsi, nëse nuk e kemi të kaluar paraprakisht buxhetin për vitin 2026, ne as nuk mund të marrim zgjedhje të reja. Se natyrisht ekziston mundësia, jo vetëm teorike, po edhe praktike, që ne të shkojmë prapë në zgjedhje, në rast se nuk arrim ta rizgjedhim presidentin. Por në një situatë të tillë duhet të jemi të gatshëm, pikërisht duke e pasur buxhetin e votuar. Prandaj unë po them, nuk është e shëndetshme të flasim për hapin e 4 pa i trajtuar mirë dhe kaluar këta 3 parë. Kurti dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama